që më vjen keq edhe protestat tash, po u mbet pak nga pak, sepse ju e dini, shumë grupe që janë aty, domethënë, nuk po unifikohen dot, dhe kështu është, ke një lëvizje të protestë, për mua Zoti nuk u bë Antoni, dot lëvizje. nëse më lejon, me qenë se e quam bisedën këtu, ne gjithashtu së bashku disa herë kemi diskutuar protestën e cila vijon në kryeqytet, dhe pikërisht një nga diskutimet kryesore që kemi bërë lidhe me kohën, me kohëzjatjen e kësaj proteste, çka në disa raste është parë si një element që tregon qëndres, në disa raste është parë si një deviacion i asaj që ishte, po e quaj, piknisja ose objektivi kryesor. Parë në këtë këndvështrim, çfarë mendimi ndani sa i takon grupimit që vijon tjetë ende në protesta? Nuk është një grupim i caktuar, aty janë shumë grupime, pa diskutim nuk vendosim emra ose etiketime thjesht për qenë qartë me publikun, se pastaj nisin keq kuptime të panevojshme. S'është puna e keq kuptime, po nëse keni parë, vetë protesta nuk është më dashamirëse me gazetarët. Dhe ata thonë që janë kamerat pikërisht dhe mbështetja që i ka bërë media, që ata janë të gjallë sot e kësaj dite. Por kuptohet pjesa e simbolikës komunikimit të tyre, po dhe komunikimi direkt ka shumë probleme. Dhe në këtë sens po ju them që vetë protesta ka ushqyer këtë lloj, të themi, konfuzioni, dhe kjo është një fitore për qeverisjen, sepse po ta keni parë, filluan dal nga dal, domethënë duke marrë me personazhe të caktuara, dhe pastaj fal dhe pa kënaqësisë, po të themi daljes në sipërfaqe të shumë individëve që ishin shumë larg kësaj pjesës morale të protestës, dal nga dal kjo po fashitet. Ndaj diçka me ju, për shembull, që protesta e zotit Lapaj, që u kufizua deri me shumë pak njerëz, pastaj para kryeministrisë, në mos gaboj zgjatej mbi 150 ditë.